Pse avionët që fluturojnë nga lindja në perëndim nuk janë më të shpejt, ndonse toka rrotullohet? Një diskutim i fundit online shkaktoi konfuzion tek disa njerëz, duke vënë në dyshim pse avionët që fluturojnë nga lindja në perëndim nuk arrin destinacionin shumë më shpejt për shkak të rotacionit të tokës. Dikush pyeste: një avion fluturon me 300 mph nga lindja në perëndim, ndërsa toka rrotullohet me një presje 400 mph nga perëndimi në lindje. Si nuk arrin ai avion 1.400 mph më shpejt? Përgjigjja e saktë është se avionët kur ngrihen mbajnë shpejtësinë rotacionale të tokës për shkak të inercisë. Për shembull, në Ekuador, toka rrotullohet me rreth 1.037 mph dhe nëse hipni lart, nuk do të përfundoni më larg, sepse ju dhe toka po lëvizni në të njëjtën shpejtësi. Avionët po ashtu nuk fillojnë nga një shpejtësi zero në tokë, por mbajnë shpejtësinë e rotacionit të tokës që e bartin me vete. Po ashtu atmosfera lëviz në sinkron me tokën përmes forcave fërkuese, që do të thotë se avionët nuk fluturojnë në një atmosferë të palëvizshme. Kjo është arsyeja pse nuk përjetojnë erë të fuqishme nga perëndimi që të mbështes shpejtësinë e rotacionit të tokës. Në përfundim, rotacioni i tokës ndihmon në dinamikën e fluturimit përmes kushteve atmosferike, por avionët nuk janë më të shpejt kur fluturojnë perëndim dhe nuk mund të qëndrojnë në ajër për të mbërritur më shpejt në destinacion. Ky është një iluzion, ndërsa inercia dhe atmosfera dinamike janë ata që bëjnë fluturimin më të ndërlikuar.